Oferta globale e naftës mund të tejkalojë kërkesën me rreth 600.000 fuqi në ditë këtë vit, tha Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë në një raport mujor. Ky suficit mund të rritet me 400.000 fuqi të tjera në ditë, nëse OPEC zgjeron zbutjen e shkurtimeve të prodhimit dhe nuk arrin të frenojë mbiprodhimin kundrejt kuotave, tha agjencia me bazë në Paris. Raporti për tregun e naftës në shkurt kishte sugjeruar një tepritje pak më të ngrohtë për rreth 500.000 fuqish në ditë sipas Reuters. Agjencia reduktoi parashikimin e rritjes së kërkesës për naftë në vitin 2025 me 70.000 fuqi në ditë në rreth 1 milion fuqi në ditë. Rritja është nxitur kryesisht nga Azia, veçanërisht nga industria petrokimike e Kinës. Të dhënat nxjerrin në pa detyrën me të cilën përballet grupi i prodhuesve OPEC për të balancuar tregun e naftës këtë vit, pasi tensionet në rritje të tregtisë globale mund të ulin kërkesën, ndërsa oferta vazhdon të rritet. Kushtet makroekonomike që mbështesin parashikimet tona për kërkesën për naftë u përkeqësuan gjatë muajit të kaluar, pasi tensionet tregtare u përshkallëzuan midis SBA-s dhe disa vendeve të tjera, tha Agjencia e Energjisë, duke shtyrë atë të rishikojë vlerësimet e rritjes së kërkesës. Për sa i përket ofertës, raporti parashet dyfishimin e rritjes globale për vitin 2025 në krahasim me ritmin e rritjes në vitin 2024 në rreth 1.5 milion fuqi në ditë, duke supozuar se OPEC do të mbajë nivelet të shkurtuara pas zbutjes së planifikuar të prillit. Agjencia tha se OPEC mund të shtojë vetëm rreth 40.000 fuqi nafte në ditë në treg pas reduktimit të shkurtimit në muajin prill nga Arabia Saudite dhe Algjeria, pasi mbiprodhimi i vazhdueshëm nga shtetet e tjera anëtare nuk lë hapësirë për rritje të mëtejshme.